Përshëndetje, mirë se erdhët në emisionin tonë të përjavshëm Okult me avokatin. Përshëndetje nga unë avokat Artan Gjuzi. Sot kemi zgjedhur për të gjithë ata që na dëgjojnë, për të gjithë ata që marrin pjesë në diskutimin tonë në këtë podcast, një temë në fakt shumë interesante, por në vazhdimsi të temave tona, dy temave tona në këtë podcast, lidhur me pronën dhe me divorcet. Sot kemi zgjedhur një temë lidhur me ish-pronarët, një temë që do ta quanim faktikisht e kemi titulluar Rrugtimi historik i shqiptarit. Një temë që do ta konsideroja si plag e vjetër e shqiptarit në rrugtimin e tij historik, lidhur me pronën, me gëzimin e pronës private, me zhvillimin dhe të drejtat e pronarit mbi pronën private. Do t'ju sjellim sot para jush rrugtimin, prandaj edhe kemi quajtur rrugtimi historik i shqiptarit, se do të sjellim sot para jush rrugtimin historik, si ka evoluar e drejta pronës ndër vite, po dhe ndër shekuj në vendin tonë. Pra si ka evoluar e drejta e shqiptarit mbi pronën në vite pra që në shekuj e ndër vite. Por në fillim, përpara se të fillojmë të diskutojmë për temën, do të përshëndesja si zakonisht zotin Cako, i cili na ka dhënë, na jep pra gjithmonë mundësinë që ne të bashkëbisedojmë, që ne të flasim me ju, që të ngrem zërin bashkarisht, të diskutojmë problemet e përbashkëta që mundojnë këtë vend për sa i përket pronës, pronësisë dhe të drejtat mbi pronën. Do të përshëndesja dhe do të falenderoja gjithashtu sponsorat tanë, të cilët me anë të cilëve bëhet i mundur ky bashkëbisedim, me anë të cilëve bëhet i mundur zëri, pra ne bashkëbisedojmë me ju temat më problematike për t'i dhënë një zë pronës, pra zëri i pronës. Do të falenderoja të gjithë ata që na shkruajnë, që na besojnë, na shkruajnë në numrin tonë të telefonit, diskutojnë me ne problemet, ndajnë me ne problemet dhe në kërkojnë gjithmonë këshilla dhe mendime lidhur me problematikat e tyre. Pra, siç e tham, sot do të flasim për një çështje shumë të ndjeshme, me shumë të ndjeshme dhe komplekse të pronës në Shqipëri. Do të flasim për konfiskimet e pronave gjatë regjimit komunist dhe sfidat e ish-pronarëve për të marrë ose për të rikthyer pronën e tyre në vitet post-komuniste. Siç e jemi në dieni të gjithë, në periudhën kur mbas lirimi i Shqipërisë, kur zotronte Partia Socialiste ose regjimi i Enver Hoxhës, pati shumë konfiskime, konfiskuan shumë prona, ju morën ish-pronarëve, prona të cilat kanë, për të hir të vërtetës, kanë pasur shumë vështirësi pas viteve 90, edhe pse kanë dalë disa ligje të ndryshme që favorizojnë ish-pronarët, kanë pasur vështirësi që të merren ose pronarit i kthehet prona që i takon ose që i është konfiskuar në vitet e komunizmit, në regjimin komunist. Pra. Do ta trajtojmë këtë problem për shkak të rëndësisë dhe për shkak të volumit të informacionit ose të çështjeve ose të shembujve që kanë, do ta trajtojmë në disa episode. Pra sot do të fillojmë episodin Rrugtimi historik i shqiptarit. Falim, në vitet 1944 Shqipëria ndryshoi rrënjësisht me ardhen në pushtet të regjimit komunist. Një nga veprimet më drastike që ndërmori ky regjim ishte dhe konfiskimi i pronës private. Domethënë toka, ndërmarrje, shtëpi, të gjitha që ishin pronë private, thuajse të gjitha, ju kaluan në pronësi shtetërore ose kolektive. Një proces ky në fakt që ndikoi drejt për drejt mbi jetën e dhjetra familjeve shqiptare.
japim po ju sjell disa statistika për të kuptuar se çfarë ndodhi pas këtyre nismave ose ndërmarrjeve në periudhën komuniste, në periudhën e regjimit komunist pas lirimit të Shqipërisë. Rreth 70% deri në 80% e tokës bujqësore në Shqipëri u konfiskua dhe u shpërnda në kolektiva bujqësore ose kooperativa bujqësore ose ferma bujqësore. Mbi 50.000 familje humbën pronat e tyre gjatë këtij procesi. Një pjesë e madhe e pasurive industriale dhe tregtare private u nacionalizuan deri në vitet 1960. Për shembull, do sjellim disa shembuj që janë shumë të pakët ndaj dhjetra e qindra shembujve që kanë ndodhur ose real në vendin tonë. Po ju sjellim një shembull të familjes Xhafa nga Shkodra, që zotëronte qindra hektar tokë dhe ndërmarrje të vogla pas lirimit. Mbas lirimit, toka ju konfiskua dhe u shpërnda mes kooperativave bujqësore, ndërsa familja u përball me një varfëri dhe shkatërim të statusit të tyre ekonomik. Pas viteve 90, pa dokumentacion të qartë, sepse shumë dokumentacione pas viteve 90 kanë rezultuar të zhdukura ose të djegura, të shkatruara, dhe rikthimi i pronave është bërë një labirint i pafund, është bërë një e drejtë ose një e drejtë shumë e vështirë ose një pamundësi për të realizuar ky proces për rikthimi i pronave ish pronarëve të ligjshëm. Në jug, në Vlorë, në Sarandë, shumë prona bregdetare u shndruan në objekte ushtarake nga regjimi komunist, apo zona të zhvilluara turistike, duke përjashtuar ish pronarët nga e drejta për të rikthyer prona e tyre në këto vende, në vendet ku prona e konfiskuar, e sekuestruar në regjimin komunist u kthyen në njësi ushtarake ose zona të zhvilluara turistike për vendin, është bërë thjesht e pamundur kthimi i tyre i pronarëve të ligjshëm, ish pronarëve të ligjshëm. Ish pronarët e pronave që është vërtet një plag që ka mbetur e hapur në vendin tonë, sepse shumë ish pronar nuk e kanë realizuar, nuk e kanë marrë pronën e tyre, që kanë poseduar, që kanë pasur para çlirimit, pra që është sekuestruar. Ato janë ndeshur, ish pronarët janë ndeshur me sfida të shumta gjatë mbas viteve 90, janë ndeshur sidomos, siç e tha, me mungesën e dokumentacionit, dokumentacion i humbur, i shkatruar, por dhe dokumentacion i falsifikuar. E kemi thënë shpesh në episodet tona që një nga plagët që përjetojnë ose përballen pronarët në vendin tonë është edhe dokumentacioni falsifikuar që gjendet jo rrallë ose haset jo rrallë në praktikat e pronarëve që kërkojnë pronën, në praktikat e gjyqësorëve e të tjerë. Procedurat burokratike është një tjetër sfidë që janë ndeshur ish pronarët e pronave, duke hasur vështirësi dhe duke bërë gati të pamundur kthimin e pronave. Kemi disa shembuj konkret të tjerë, për shembull familja Hoxha në Fier ka pritur mbi 15 vite në gjykata dhe institucione për të njohur si pronar i tokës bujqësore të konfiskuar. Pra i është konfiskuar mbas çlirimit në vitet 44-45 e mëtej, është konfiskuar pasuria, prona që ka qenë tokë bujqësore. Ende në gjykata më shumë se 15 vite, duke u përballur me mungesë dokumentacionesh dhe mungesë të regjistrave të përkatës që do të vërtetonin pra pretendimet e kësaj familje. Në Sarandë, disa ish pronar nuk kanë mundur t'i marrin, nuk kanë mundur t'i rikthejnë pronat e tyre bregdetare, për shkak të zhvillime turistike pa leje,
ku konfliktet me investitorë privat janë bërë tashmë një realitet i hidhur. Edhe për këtë realitet, edhe për këtë fenomen, kemi folur vazhdimisht në episodet tona dhe do të vazhdojmë të flasim për të ngritur zërin pra bashkërisht. Pra ky fenomen, ndërtimet pa leje, zhvillimet turistike pa leje, ndërtimet pa leje në tokën e pronarëve të tjerë ose personave ose pronarëve të ligjshëm, janë një fenomen shumë i përhapur dhe shumë i hasur në vendin tonë. Por për të kuptuar mirë për këtë do që na ndjek, për këtë do që ka interesi do të na ndjeki, për të kuptuar mirë rrugëtimin e pronës dhe të drejtat e pronarit mbi të në vendin tonë, në episodin e sotëm ne do të përpiqemi të sjellim shkurtimisht rrugëtimin historik të shqiptarit. Prandaj e kemi quajtur dhe këtë episod rrugëtimi historik i shqiptarit, që ka të bëjë pra me rrugëtimin e pronës, me rrugëtimin e të drejtave të pronësisë të shqiptarit lidhur me pronën. Problematika e pronës në Shqipëri është një plagë që vazhdon të ketë ndikim të madh social dhe ekonomik. Rikthimi i pronave të konfiskuara është i domosdoshëm për drejtësi dhe zhvillim, për një drejtësi dhe një zhvillim të qëndrueshëm pra në vendin tonë ose në çdo rend demokratik. Por kjo sigurisht kërkon përpjekje të koordinuara ligjore, kërkon përpjekje administrative dhe sociale për të krijuar transparencë dhe për të eliminuar korrupsionin pra në çdo hall të administratës shtetërore. Edhe këto sigurisht janë fakte dhe fenomeneve që ne i kemi përmendur vazhdimisht. Korrupsioni, burokracia në administratën shtetërore bën shpesh që të pengohet kthimi ose të pengohet e drejta e pronarit të ligjshëm lidhur mbi pronën, lidhur me gëzimin dhe zhvillimin e pronës private. Ne do të flasim, siç e tham, në disa episode, sepse nuk do mjaftonte një episod për të folur për gjithë problematikat që hasin ish pronarët, sepse ish pronarët është problematika është një plagë e madhe dhe problematika më e madhe në vendin tonë. Kthimi i pronave ose kompensimi i tyre i ish pronarëve. Pas luftës dytë botërore, Shqipëria në udhëheqjen e Enver Hoxhës nisi një transformim të thellë social dhe ekonomik, duke shpallur pronën private si armik i popullit. Pra prona private u cilësua si armik i popullit. Në vitet 1925-1968 tokat, ndërmarrjet dhe shtëpit u konfiskuan dhe u kaluan të gjitha pra në pronësi të shtetit. Shtetin atë kohë, të gjithë e kujtojmë ose të gjithë se jemi në dieni, që shtetin atë kohë mori dhe një nisëm të tjetër ligjore që u quhet reforma agrare, që ishte një tjetër skllavërim i shqiptarit lidhur me pronën private. Rreth 70 deri në 80% pra e tokës bujqësore u konfiskua dhe u nda edhe si përcituam, u nda në kooperativa bujqësore, duke shkatruar strukturën e pronës private që ekzistonte pra para luftës. Pra, në qoftë se para lufte ekzistonte prona private, ekzistonin pronarë të ligjshëm, ekzistonin fabrika ose njësi tregtare të cilat ishin pronë private, mbas viteve 44-45 të prona këto u shkatruan totalisht, u shtua dhe reforma agrare e cila pati për qëllim marrjen ose kooperativizimin e gjithë pronave pra bujqësore në kooperativa ose në ferma bujqësore. 30.000 ndërmarrje private u nacionalizuan, mbi 90% e pronës private thuajse u eliminuar. Pra një shifër katastrofike. 90% e pronës private thuajse u eliminua totalisht nga regjimi i Enver Hoxhës ose nga regjimi komunist pra pas viteve 44 e më tej.
Tani le të hedhim një sy në rrugtimin historik të shqiptarit, në të drejtën e pronësisë, në gëzimin dhe zhvillimin e pronës ndër shekuj. Këtu do t'japim do të mundohemi të sjellim një tablo të qartë të rrugës që ka bërë drejta e pronës, si një nga të drejtat zakonore shqiptare, vuajtjet e shqiptarit ndër vite për të gëzuar qetësisht pronën e tij në atë e tij. E drejta e pronës është jo vetëm një drejtë themelore e individit, por është dhe një gur themeli për shtetin e të drejtës. Është një gur themeli për shtetin e të drejtës, për zhvillimin ekonomik dhe social të një vendi. Pas mohimit të saj, thuajse në mënyrë absolute gjatë regjimit totalitar, legjislacioni rregullues post-komunist, pra ka qenë një legjislacion që i themi në periudhën post-komuniste që vjen bas viteve 90, i cili është përpjekur të rregulloj dëmet që kanë shkaktuar reforma ose legjislacioni i periudhës komuniste, por gjithmonë ka qenë i ndryshueshëm, duke sjell paqëndrueshmëri dhe një konfuzion total. Pra, kanë dalë ligje të ndryshme të cilat kanë qenë vazhdimisht të qëndrueshme për sa i përket pronës, të drejtës së pronës dhe të ish-pronarëve, por këto ligje kanë qenë vazhdimisht të ndryshueshme dhe kanë sjellë një përplasje ndërmjet njëra tjetrës, duke shkaktuar një konfuzion, një anomali pra në kërkimin e të drejtës, pra në të drejtën e ish-pronarëve për sa i përket pronave që kanë gëzuar. Ndryshimet në arenën politike dhe vendosja e sistemit demokratik krijuan në pamje të parë premisa tek ish-pronarët, e shpronësuar pra pa të drejtë që u konfiskuan, siç e tham, pasuritë. Kjo frymë pozitive u vu re që në dispozitat e para kushtetuese, të cilat garantuan mbrojtje të barabartë dhe me ligj të gjithë llojeve të pronave, pra mbas viteve 90, sidomos 91 dhe 93 kur u ashu kushtetuta e re, në pamje të parë u garantua prona, u garantua liria e gëzimit qetësisht pronës, u garantuan të drejtat e pronarit mbi pronën. Në vitet 1993 u miratuan, siç tham, ligjet e para për kthimin dhe kompensimin e pronës të ish-pronarëve. Thuajse pas 22 vitesh nga dalja e ligjit të parë, ligji i ri ka dalë një ligj mbas ligjit të parë që është ligji numër 133 i vitit 2015, kur ka pasur si qëllim jo vetëm përmirësimin e procesit të kthimit dhe të kompensimit, por dhe dhënien fund të këtij procesi të gjatë, të lodhshëm dhe me kosto të pallogaritshme për ekonominë e Shqipërisë. Procesi i kthimit dhe i kompensimit pronës është një proces i njohur faktikisht dhe në Europën qendrore dhe juglindore, dhe është tashmë në këto pjesë të Europës është tashmë një problem i zgjidhur, pra kanë vite që kjo pjesë e Europës e ka zgjidhur problemin e kthimit dhe kompensimit të pronave të ish-pronarëve, siç kanë qenë vendet e Rumanisë, Gjermanisë, Çekisë apo dhe Gjetk. Vështrimi historik i të drejtës së pronës në Shqipëri ka evoluar ndër vite, duke filluar nga regjimi kanonor i së drejtës së pronësisë, përkatësisht sipas kodit të Lek Dukagjinit dhe kodit të Labërisë, pra të quajtur kanone. Kanuni Lek Dukagjinit dhe kanuni Labërisë kanë qenë dy nga shumë kanone që mbizotronin në vendin tonë. Ka pasur për qëllim pra të rregulloj marrëdhëniet e pronarit me pronën, ka pasur si qëllim të rregulloj ose të mbrojë të drejtat e pronarit të ligjshëm lidhur me sendin që posedon ose me sendin që ka në pronësi. E drejta zakonore pikërisht, domethënë këtu fillon dhe rrugtimi i historik i shqiptarit lidhur me pronën dhe me të drejtat e tij në pronën private. E drejta zakonore, që është një nga të drejtat e hershme, një nga të drejtat themelore të Shqipërisë, drejta zakonore, ka ekzistuar në një farë mënyre
ka ekzistuar si ekuivalente e të drejtës zyrtare të shteteve të ndryshme. Pra nëse shtetet të ndryshme në këtë periudhë kanë pasur të drejta ligjore, ligje pra të hartuara, të miratuara, në Shqipëri ka funksionuar e drejta zakonore shqiptare. Regjimi juridik i tokës në Shqipëri deri në vitet 1912 vazhdoi të jetë regjimi juridik pasuror i perandorisë osmane, ku në këtë periudhë zbatohej ligji i tokës i vitit 1956. Më pas kësaj periudhe, pra pas periudhës 1912, prona ose drejta e pronësisë është rregulluar nga Kodi Civil i Ahmet Zogut, i cili doli dhe u miratua në vitin 1929. Me vendosjen e sistemit socialist, prona private, pavarësisht se kishim këto zhvillime pra në kohën e Zogut, po me vendosjen e sistemit socialist, prona private utkur deri në eliminimin e saj. Ligji për reformën agrare, që ka qenë një nga ligjet më vrasëse për vendin tonë, dekreti mbi pronësinë i vitit 1955, kushtetuta e vitit 1976, janë akte ligjore kryesore të ilustruara në mënyrë më të plotë në të gjithë aktet e tjera nënligjore të përcaktuara në të drejtën e pronësisë dhe format e saj në këtë periudhë, në periudhën e sistemit komunist. Më falni, këto akte do të thoja këto akte do të them me bindje, e futën në mjerim të plot pronarin ose të zotin e pronës, duke bërë në këtë mënyrë që e drejta e pronës thuajse të zhdukej tërësisht. Ajo të kur në atë mënyrë, në atë mas pra sa në ato vite nuk bëhej më fjalë të përmendej ose të flitej për pronën private. Dispozitat kushtetuese të vitit 1991-1993 përmbyllën kronologjinë historike e regjimit juridik të tokës në Shqipëri. Kuptimi të drejtës pronësisë, pra çfarë është e drejta e pronësisë? Pronësia konsiderohet si një drejtë e pronarit mbi një send për të gëzuar, poseduar, disponuar lirisht sendin e tij brenda kufive të përcaktuar në ligj. Pra shteti është gjithmonë ka qenë dhe do të jetë gjithmonë rregulatori ligjor i çdo të drejtë të individit, qoftë civil ose qoftë çdo të drejtë tjetër që ka një individ. Shteti është rregulatori këtyre të drejtave, pra kufit vendosen nga shteti për sa i përket hapësirës ligjore që individi gëzon. Kuptimi, do t'ju them tash pak kuptimi i fjalës pronësi. Nga vjen fjala pronësi? Fjala pronësi vjen nga latinishtja proprietas. Është derivimi i fjalës proprius, që nënkupton e drejta për të gëzuar dhe disponuar gjëra në një mënyrë ekskluzive brenda kufive dhe nën mbikëqyrjen e vendosur nga rendi juridik, pra që ka thamë më parë. Përveç këtij kuptimi, juristët Roma pra e lashtë, e përkufizuan të drejtën e pronësisë dhe si pushtet i pronarit mbi sendin. Pra pronari që kishte në pronësi sendin, kishte e pushtet absolut ndaj këtij sendi. Kjo e drejtë quhet dominium. Respektivisht, pronësia është pushtet i plot mbi sendin dhe një nga të drejtat reale më të rëndësishme për të cilës ndërtohen marrëdhëniet juridike, ekonomike, politike të një shteti. Siç thamë dhe hershëm, e drejta e pronës në vendin tonë është rregulluar fillimisht si një drejtë kanonore, pra me kanun, pra. Rregullimi kanonor së drejtës pronësisë ishte një burim tjetër i së drejtës. Është e drejta
Pra ka qenë e drejta zakonore shqiptare. Në fillim ka ekzistuar e drejta zakonore shqiptare, e cila ka vepruar për shumë kohësh në vendin tonë, në Shqipëri. Por mbetje të drejtës zakonore shqiptare ne do të gjejmë në fakt edhe në ditët e sotme në funksionin e rendit, në funksionin e ligjit, edhe në funksionin e të drejtës pronarit, të mbi pronët, drejtën mbi pronët. Kjo e drejtë për shumë kohë ka qenë një drejtë e pashkruar, pra e drejta zakonore shqiptare për të qartësuar gjithë opinionin, për gjithë ato që na ndjekin, ka qenë një drejtë në fillim e pashkruar. Pra ka ekzistuar një drejtë kanonore, zgjidheshin me kanun, me ligjet dhe normat, ka qenë të pashkruara. Për më vonë, kjo e drejtë u përmlodh nga autorë të ndryshëm në formën e kanuneve. Pra lindën kanunat, siç e tham, kanuni Lek Dukagjinit, kanuni Skënderbeut, kanuni Lavëris dhe disa kanune të tjera. Kanunet përfaqësojnë pra të drejtën zakonore sipas kahinave. Pra këto normat e pashkruara që të kuptoj më mirë u përmlodhen nga autorë të ndryshëm në ato që quhen kanune dhe u bën të shkruara më pas në këto të shoqëruara kanune. Por e drejta në këto kanune shpesh sipas krahinave, sipas trevave në vendin tonë. Kështu për shembull në veri vepronte siç jemi në dije, vepronte kanuni Lek Dukagjinit dhe ai i Skënderbeut. Këto kanë qenë më të fuqishëm pra që vepronin në veri të vendit tonë. Kurse në jug ai i Lavëris. Kanunet përmbajnë rregulla si në fushën që të kuptojmë të gjithë. Kanunet nuk përmbajnë rregulla vetëm në fushën e pronësisë, në të drejtën mbi pronën, por kanunet përmbajnë rregulla dhe mbi të drejtën penale, ashtu pra dhe në të drejtën civile dhe norma të tjera që rregullonin jetën e përditshme të shtetasve, pra të qytetarëve ose të shtetasve të vendit tonë. Kanunet bëjnë përcaktimin e së drejtës pronësisë në përgjithësi dhe të pronës së përbashkët në veçanti. Në këtë periudhë pra pronësia në periudhën që u hartuan kanunat ishin, si të themi, siç është sot kodi, siç janë sot kodet të ndryshme, kodi familjar, kodi administrativ, civil, kodi penal, kanë qenë më përpara kanunat. Këto rregullonin pra të gjitha normat, si funksiononte shoqëria jonë, në shoqëria në vendin tonë. Në këtë periudhë, pra në periudhën e kanuneve, pronësia ishte e kategorizuar në 3 drejtime. Pra ishte toka, ishte prona kolektive, ishin dhe prodhimet plektoriale. Pra të gjitha këto kishin këtë bazë, pronën të kategorizuar në 3 drejtime: tokën, prona kolektive dhe prodhimet plektoriale. Kanuni Laborisë për shembull kish një rregullim të posaçëm në disa fusha, por ai kish rregulluar dhe të drejtën për tokën, referuar të drejtës zakonore shqiptare. Pra, një nga kanunet që flitet që ka rregulluar më mirë të drejtën e pronës, të drejtën mbi pronën private, pra ka qenë kanun i Laborisë. Këto kanune kanë treguar qartas si pjesë e rëndësishme e normimit zakonor se e drejta e pronësisë gëzonte mbrojtje të veçantë. Një nga kanunet që ka arritur deri më sot është dhe kanuni i Laborisë, që njihet dhe si kanun i adetit. Pra, e drejta e mbi pronën e shqiptarit është rregulluar hershëm, pra siç e tham, edhe pse s'kemi pasur ligje të shkruara, e drejta mbi pronën e shqiptarit është rregulluar hershëm me të drejtën zakonore, siç e tham më përpara. Më pas ishte një drejtë që u shkrua në formën e kanuneve që sapo ja u përmendëm. Pra ka qenë një drejtë, edhe pse nuk ka qenë në rregulla shtetërore, ka qenë një drejtë që është njohur dhe është respektuar ndër vite. Ndaj këtë emision, këtë episod e kemi quajtur Rrugtimi historik i shqiptarit, për të kuptuar të drejtat e shqiptarit që kanë ekzistuar ndër vite, ndër shekuj. Ka ekzistuar e drejta e pronës private, të drejtat e pronarit mbi pronën private.
Për sa u përket marrëdhënieve juridike të pronësisë, ato sankcionohen shprehimisht, pra në kanunet. Prona private është e shenjtë dhe e paprekshme dhe mbrohet në mënyrë të gjithanshme nga çdo cënim me normat e këtij kanuni. Pra, shikojmë pra në bazë të marrëdhënieve juridike që përcaktoheshin nga kanunet, çfarë kemi? Kemi një të drejtë të paprekshme, e drejta pra mbi pronën private. Për prona private është e shenjtë dhe e paprekshme. Atëherë, për shqiptarin ka qenë gjithmonë e shenjtë e drejta mbi pronën dhe vazhdon të jetë e shenjtë pavarësisht sorollatjeve që ky sistem i bën shqiptarit, edhe pse kemi më shumë se 30 vite demokraci. Pra që në kohën e kanuneve, e drejta e pronës private konsiderohej e shenjtë dhe e paprekshme. Çdo njeri që cënonte këtë të drejtë kishte përballë pra me dënime të ashpra lidhur me këtë kanune. Kategoritë e pronave që njiheshin dhe mbroheshin nga këto kanune dhe forma të këtyre kanuneve ishte prona e vogël private që përfshihej në pronën e vogël private përfshihej dhe prona individuale. Pra prona e vogël private përfshihej prona individuale e çdo personi, çdo individi. Prona e mesme private, prona e madhe private, prona e përdorimit të përbashkët e quajtur ndryshe musha, prona e institucioneve fetare të quajtur ndryshe vakëfe. Pra dohet të ndalesha pak se disa kanune kishin të përcaktuar përveç pronës të përbashkët, përveç pronës individuale që ka qenë pak e ngushtë në koncept, ka qenë dhe prona fetare. Prona fetare ka qenë më tepër e gjallëruar, pra më tepër e prekur në kanunet e pjesës veriore të Shqipërisë, që është kanuni Lek Dukagjinit dhe kanun i Skënderbeut. Pra, për shembull në kanunin e Lek Dukagjinit, organizmat vetë qeverisit të malësisë të Dukagjinit dhe të tjera, kushtria i jurisdiksioni i këtij kanuni të njohur, pra kanuni Lek Dukagjinit për të thënë vërtetën është shumë i njohur edhe ditët tona, kanë zhvillimin origjinal në kushtet e autonomisë pothuajse të plotë të këtyre trevave pa organe të mirëfillta shtetërore, me gjithë shqyrtimin e pushtuesve turk. Pra çfarë do thotë? Edhe pse kishim një ndikim të qeverisë osmane në atë kohë, kanuni Lek Dukagjinit ka pasur ndikim në trevat edhe Skënderbeut, për të vërtetën, ka pasur një ndikim të madh, një ndikim absolut pra në trevat veriore, edhe pse ligjërisht ose në mënyrë paralele funksiononin edhe ligjet e qeverisë osmane në këtë zona. Dispozitat e kanunit të Lek Dukagjinit, si në pjesën parimore, ashtu dhe në normat e veçanta konkrete që rregullojnë aspekte të ndryshme të jetës së përditshme, i referohen mbi të gjitha rendit fisnor, vllazëror. Kjo pjesë të drejtës zakonore shqiptare, si kundër dhe rastet analoge, rregullon të drejtën e pronësisë mbi sendet e paluajshme dhe jo vetëm. Vendin e parë sipas strukturimit të tij e zën pronat e kishës. Pra e tham pak më lart që vendin e parë në pjesën e arsyetuese të kanunit të Lek Dukagjinit e zën pronat e kishës. Përkatësisht kisha njihe pronare të gjitha seteve, tokës dhe shtëpive brenda dhe jashtë zonës të kishës. Ajo zotëronte pjesën e maleve dhe pjesë të tjera të konsiderueshme në çdo vend, në çdo fshat. Pasuria kolektive, kishte edhe pasuri kolektive që e përcaktonte në mbrojtje kanuni Lek Dukagjinit. Pasuria kolektive përfshinte lugina, male, fusha, pyje, tokat dhe gjithçka tjetër e cila administrohej në mënyrë të përbashkët nga gjithë familjet e fshatit. Pra, fshati kishte në administrim disa pasuri që siç ishin ato që i përmendëm më lart. Prona private është e mbrojtur si një pronë e paprekshme, në të kundërt kishte ndëshkime për shkelësit. Atëherë, do të dalem pak deri këtu
për të bërë edhe të edhe një sy pra shkurtimisht. E drejta e pronës shqiptare ka ekzistuar ndër shekuj, ndër vite. Ajo ka qenë e mbrojtur tek ne, ka qenë e paprekshme. E drejta e pronësisë nuk cënohej. Prona ishte e paprekshme. Si ka pasur fillesat e drejta e pronësisë. Në fillim ka pasur fillesat për më të drejtën zakonore shqiptare, e cila përbëhet nga një sër normash dhe rregullave të pashkruar. Pastaj kjo e drejtë zakonore nga individ të ndryshëm u përmblodh, u shkruar, pra u bëhet drejtë e shkruar, u përmblodh dhe u shkruajt. Dhe aty ku u shkruaj këto të drejta u quajtën kanune. Në vendin tonë funksiononin shumë kanune, pra siç e thamë edhe më lart, të cilat rregullonin aspektet në çdo fushë të jetës në atë kohë. Kanunet kanë ardhur pra siç e thamë, mbetjet e tyre ekzistojnë edhe në ditët tona, por kanunet dhe kodet ose kodi civil osman ka funksionuar për vendin ton deri në vitet 1928 pra 1929 ku hartua dhe kodi jon civil në periudhën e regjimit të Ahmet Zogut. Ne këtu do të ndalemi për të vazhduar këndvështrimin ton ose rrugëtimin, historinë pra e rrugëtimit të shqiptarit ndër vite, ndër shekuj, lidhur me të drejtën e pronësisë, si ka evoluar kjo e drejtë dhe si ka qenë e shenjtë kjo e drejtë që në fillesat e pronës pra private. Dhe sot, si shkelet të vazhdojmë si është cënuar kjo e drejtë në regjimin komunist, si është përpjekur të rregullohet kjo e drejtë në regjimin post-komunist, e cila është rregulluar në një masë shumë të vogël dhe është për të ardhur keq, që nuk rregullohet e drejta e ish-pronarëve në mënyrën në tërësinë e saj. Do të vazhdojmë në disa episode se problematikat e ish-pronarëve që hasin edhe sot e kësaj dite, edhe pse ligjet janë përpjekur të ndihmojnë ish-pronarët ose të rregullojnë këtë problematikë që solli regjimi komunist. Për sot do t'ju themi faleminderit, natë e mirë. Falenderojmë të gjithë ato që na ndoqën. Mos nguroni të bëni subscribe në kanalin ton, në emisionin ton Okult me Avokatin. Gjithashtu mos nguroni të na shkruani për çdo problem, për çdo pyetje që do të keni lidhur me tematikat që ne flasim në këtë emision. Natë e mirë edhe për sot nga unë avokat Artan Gjuzi.